A si shdosh nështë shmija minimum a shumë Kosovës? Po si me ndonë, si ka ndihmuar këtu? A ka më përjetu njëjtë tash ndeshja Shqipëri-Serbi dhe Serbi-Shqipëri? që po. A ka pas Shako ëndër mbo futbollist, gjithmonë me qenë komentator apo si ka lind kjo në pika shkurta? Përshëndetje, këtë shkuës transferimet, sot jena në Tiranë. Kena ardhur sepse kena pas arsye shumë të madhe më ardh. Jena të kompleksi Akademia e Futbollit Redi Jupi. Afër me është ikona komentimit shqip, është një figurë që na ka bëu mu ngrit nga vendi kur kem pa televizor. Or dikush që unë personalisht e kam shumë për qejf. Tretan Çako Hoxha, faleminderit për kohën. Faleminderit ju përshëndes edhe faleminderit shumë që erdhët deri në Tiranë për ta bërë këtë intervistë. Po kemi zgjedhur këtë vendin më të bukur të sportiv të Tiranës. Patjetër. Mas stadiumit të Albania, Tirana, Shqipëria ndoshta nuk ka një vend. Tash shumë me pamje të tjera për është një kompleks. Shumë i bukur, shumë i bukur. Ja vlen është tamam. Kjo është tamam Football Republic, është tamam një republika e futbollit. Siç e ka vendosur Red Jupi me Vivienin me gruan e tij, kanë vendosur emrin shumë të bukur. Republika e futbollit, se tu realisht është një republikë futbolli. Shako, gjithë bota e futbollit në Kosovë dhe Shqipëri dhe troje tjera njohin si komentator, po du me ditë a ka pas Shako ëndër mbo futbollist, gjithmonë me qenë komentator apo si ka lind kjo në pika shkurta? Si fillim mirë, unë përsa e përket futbollit nuk është se e vendos ti sa ke qef apo s'ke qef, e vendosin çunat e lagjës. Edhe ke lagja ime më futshin portier. Edhe portier kë fusin, atë që s'di me lujt. Po, ose me bark. Jo, unë kam qenë i dobët, pseudonimi im, kur kam qenë fëmijë, kam pas pseudonimin Firza Monika. Motivi ka qenë sepse kam qenë gjithë brinj këtu dhe vishin gjithë ma bëshin vam, prandaj edhe më qyshin gjithë Firza Monika, po nuk dija me lut pranë futshin portier. Unë kam lut basketball, ky ka qenë sporti që kam lut më shumë. Kam lut gati shumë afër profesionistit, jo nuk kam lut profesionist, edhe shkollën që kam marrë për basketball, Institutin e Fizikulturës, që tani është bërë Akademia e Sportit. Kam marrë si pjesa e basketbollit, kështu që kam qenë i përkushtuar shumë te basketbolli dhe duke shkuar ke Instituti i Fizikulturës, pastaj pash realisht jo të gjitha sportet bënin për mua. Po shqyr zotit e dija që në fillim që nuk dija me i bë këtë sportit, edhe nuk është se harrova kohë të merrem me to. Kur flasim për komentim, unë kam dëgjuar një intervistë tuaj diku tjetër që ka thonë që goli Maradonës në 86-ën kundër Anglisë ka qenë një farshtys që me të bëj komentator, apo të ka lënë bresa shumë. Ka diçka të vërtetë tu? Ka diçka të vërtetë, po të themi që komentimi atij goli që ka qenë. Komentimi mori vlerë shumë. Mori vlerë shumë. Ai ishte një uruguajan shumë i famshëm, profesor i radios, ai punonte në radio, ishte një personazh shumë kontrovers për sa i përket pjesës së Argjentinës, ku ata ishin çik kundër atij, se ai ishte pak me regjimin. Po çfarë ka bërë një tani qëllon në vendin e dur në momentin e dur, se nuk është se do të qellosh tek vendi i dur, se mund të jesh edhe komentatori i Shqipërisë për 28 vjet edhe s'ke çat komentosh duke thonë vetëm humbi dinjitoze me kokën lart, po edhe qellojmë pastaj që për fat të vjen momenti. Do të thonë arsyeja kryesore pse le komentimin? Arsyeja kryesore pse lash komentimin është se do ta këshillon që 2016-ën, kur mbaroi që u kualifiku Shqipëria, që u konsiderua edhe si kurrizimi edhe i karrierës time, jo vetëm sepse ne kemi ndjer gjithmonë pjesë të skuadrës veten, po e lash të punë sepse do një pasion shumë të madh, do një kohë shumë të madhe dhe unë nuk e kisha më aq të madh pasionin, e nuk kisha kohën se kisha fare për ta bërë këtë punë, kështu që mendoj që e realizova atë që kisha qejf të bëja, ndoshta punova edhe pak më vite më shumë se ç'duhet ta kisha bë. Madje Arlind Sadiku më ktheu edhe pap edhe tre ndeshje me qenë se ja kisha pas borx Arlindit gjatë gjithë edhe publikut Kosovës, po është një gjë që nuk mundet dot të mendosh të bësh të njëjtin profesion për gjithë jetën. Unë e bëra për 34 vjet sepse fillova shumë i vogël në moshë, shumë i ri, edhe duke bë kaq shumë vite, njerëzve edhe i mërzitesh. Pavarësisht se duket vetë kështu që ti je më i zgjuar apo më i miri, po jam i sigurt që sa më kur kalon një kohë shumë e gjatë, pavarësisht sado i mirë që ti jesh, sado i zotit që ti jesh, po edhe pastaj rreth meja janë një grup çunash shumë talentuar që realisht këtë profesion e bëjnë shumë mirë edhe ndoshta duket edhe pak si abuzive që unë vazhdoja ta bëja si shumë i mirë sepse kisha ardhur i parë, jo se isha realisht aq shumë i mirë. Shako, ti komentimin e ke lënë zyrtarisht, po prapë mbetesh i involvuar çka do të ndodh futbollin, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri. Kena pa shumë debate dhe intervista. Të më intereson çu sheshe progresin e Kosovës, tash buan 9 vite që na pranon UEFA në FIFA. Çu sheshe Kosovën si shtet këtë rast si përfaqësuese kombëtare, spjethojmë një herë, po çu sheshe këtë progres për 9 vite në kualifikime për Euro dhe botror? Them drejtë kam qenë i bindur që Kosova do kualifikohej.
Për Evropianin e kaluar, kam qenë i bindur që Kosova do kualifikohej. Madje edhe kam thënë 87 apo nuk e di ke një nga çunat apo ke Dukagjin apo ke Klan Kosova, nuk e di. Se kujtoj tani, po kam bërë një intervistë dhe kam thënë që mes Shqipërisë dhe Kosovës shumë më shumë Kosovën të kualifikuar. Sepse realisht edhe ata kundërshtarët ishin të dobët, Rumania nuk ishte një super skuadër, po dhe nuk e shoh progresin që merr futbollistët që ka me rezultatet që merr. Pra, Kosovën nuk e shoh t'i marri ato çka futbollistët mund t'i japin. Pra, realisht, po ta shikosh përfaqësuesin e Shqipërisë, nuk i ka do të tani pak po sikur po konsiderohen pak më shumë, po para 2-3 vjetësh nuk kanë qenë kaq të konsoliduar sa të Kosovës. Pra, Shqipëria nuk e ka një top sulmues si Muriqi, si Vedati, nuk e ka. Edhe duke mos e pas njësi, Shqipëria realisht nuk ka një si Zhegrova, një yll si Zhegrova. Pra, po të mora do të dy shembuj, se tani po të fillet t'i marrë të gjithë. Miloti, Rashica është një super yll i Kosovës. Po Rahmani është top, sigurisht Shqipëria ka Beratin tashmë që është ndoshta më i miri i gjitha korave të Shqipërisë në atë rolin e tij. E talantën e. Po edhe rezultatet, po edhe pjekuria e tij. Konsistenca për gjatë të viteve. Po, edhe besoj që realisht në atë rol sa kam pa një futbollist më të mirë se Berat Xhimshiti. Ke ky rol në eksperiencën e për mendimin tim po, janë disa lojtarë, ki do dali shpesh një tjetër, po deri tani unë s'kam pa një më të mirë se sa Berati, sa kam unë futboll të shoh, kam pak në një 40 vjet. Aktualisht Shako, a mendon që është temi ekip më i fortë Shqipëria, Kosova dhe cila ka më shumë gjasa më shkon kampionatin evropian që po vjen? Falë në botrorin që po vjen. Botrorin e shoh një copë pak të fortë, pak të vështirë. Po të dyja s'ka një short të jashtëzakonshëm, për të vërtetës. Flasim për Kosovën, kena Suedi, Zvicër, Sloveni. Tani, Kosova e menaxhuar më mirë, do kishte një përqindje shumë më të lartë probabilitetin që të kualifikohet. Është pak problem që nuk du më marrë me individ, me drejtues, me kështu, nuk më pëlqen kjo gjë, me marrë me individ. Realisht Kosova vazhdon të jetë në tranzicion. Pra nuk është Kosova, nuk është e konsoliduar si organizim. Nuk ka një organizim të konsoliduar. Kosova, ekipi i futbollit Kosovës vjen në Prishtinë për të grumbulluar për ndeshjen e përfaqësuesës dhe ka frikë se mund të takojë gjithë çdo njeri që ka mundësi, që ka kohë, edhe ka i makinë që të shkojë deri ke hoteli ekipit, mund të takojë. Por nuk ka asnjë kufizim, asnjë ndalim, futbollistët mund të ikin gjë në avionin e skuadrës, udhtojnë tifoza, njëri thotë do të vdes ndru njërit. Domethënë, ende s'është kështu ka qenë Shqipëria para një 15 vjetësh. Megjithatë ka qenë një periudhë 2018-19, në fakt deri në 2020 ku Kosova ka pas seri për 14-15 ndeshje pa humbje, dhe në fakt Anglia pa të poshtë shtator 2019 ja prishi serinë. Paralelisht në atë kohë Shqipëria ka qenë themi goxha ul kuptimin e formës. Ç'është mendon që ndodhi ky regres dhe progres në anën tjetër? I Kosovës regres që ra dhe Shqipëria që u ngrit. Po i mban mend me kaluante, nuk u ngrit Kosova. Kosova luti me Çekin e Porti Vendas, me Anglin u shfaq dinjitetshëm 5-3. Të themi gjë. Kosova në atë periudhën kur Kosova gjithë u mburrën edhe gjithë isha që drejtoj edhe digitalin dhe bënin programet atje me çunat në Prishtinë që bënim edhe programin Dardanët. Po luan me skuadra shumë modeste, që s'ishin në nivelin e Kosovës. Shqipëria u mburrëm. Çekia ka qenë europian. Po u kënaqëm gjithë që thamë që po bëjmë namin, po ndërkohë kishim mundë skuadra shumë modeste. Në momentin që gjërat u bën serioze, pra që morëm kundërshtar realisht. Po pastaj Suedia. Erdhëm me këmbë tokë, se për të mund Andorrën apo se si mbaj mend tani gjithë skuadrat. Ka qenë Çekia, ka qenë Malizi, pastaj kanë qenë Po Malizi nuk është në nivelin e Kosovës. Është më e ulët se Kosova. Për të vërtetë tani ka qenë ca vite mirë, po tani s'është më në atë nivel. Kështu që nuk është se Kosova, në ato fillim ato rezultatet rresht të Kosovës. Tani ne ti mand vetëm të Çekin, po ti kujtosh të tjerë po sa. Po ti kujtosh të tjerë, nuk është se ishin njëra që bënte namin në futboll. Pra ato ishin te kategoria poshtë. Kur hypi ke kategoria sipër, aty erdhi ke bota reale. Edhe tani sekond. Shako, para se më dalë të pyetjet e publike që janë shumë interesante dhe sillen rreth kësaj teme, deshta na pyet konkretisht për Etnik Brutin. Po dihet që ka bërë shumë virale, po dihet që është tema aktuale, ç'ish është situatën, themi a është në rregull, ç'ish vlerëson vendimin e Brutit dhe themi edhe gozhdimin e një pjesë të opinionit shqiptar, edhe kosovar, por shqiptar themi në tërësi. Dgjoj, unë me gjithë respektin kam për të cilin do nga trajnerët apo drejtuesit e federatave. Këta janë futbollistët kanë një karrierë të përkohshme. Dhe ne do të respektojmë çdo zgjedhje të tyre. Askush nuk ka drejt të ofendoj apo ta vendosi ai se çfarë zgjedhje do të bëj një futbollist. As prindit e tij. Veç menaxheri.
Absolutisht jo, absolutisht jo, vetëm ai vet. Ore çdo gjë njerëzit e vendosin vetë, këta janë njerëz adult, vendosin çdo gjë me vendimet e tyre. S'ka ndikim menaxherin në dëgjoj. Rajolës që ka ndru lojën me këtë cent, që ka bërë shumë ndikim. Po jo, nuk të themi gjë, nuk është çështje menaxherësh. Pavarësisht se ky ka një super djalë menaxher, që nuk mund ta quaj menaxher, por ta quaj një mik të mirë, sepse Eros Gresa nuk është menaxher, por është një mik i mirë i futbollistëve. Është tjetër version ai menaxherit gjaktot. Eros Gresa është një nga lojtarët super talentuar në ato fillimet të Shqipërisë. Edhe më i talentuar se Etniku. Sot në të njëjtin moment Etniku dhe Greza në të njëjtin moment, Greza ka qenë shumë i talentuar, ka bërë shumë gabime karrieretik, është dëmtuar shumë, po nuk mund ta quaj menaxher, do ta quaj mik i mirë i futbollistëve. Ndërmjet, ndoshta. Është një mik i mirë, është thjesht një mik i mirë që udhëheq një futbollist. Mbi gabimet që ka bërë ai, po i korrigjon gabimet e Etnikut. Po tani ti thosh njëri tradhtar, i dhan buk. Këto gjëra të thik mas shpinë, këto janë dhave të mëdha burr. Këtu tash dalin te disa janë shumë të egzageruara. Unë po them, i thash vetëm një gjë. Cili trajner i Kosovës sot do refuzonte të bëjë trajner 21 vjeçarëve të Shqipërisë? Asnjë. Po mi bëj po të vi këtu quhet i ndershëm, ku se ky quhet tradhtar, Kjo është hipotezë, fakt. Futbollistët janë vende që më thon. Po futbollistët janë të ndarë në profesionist apo amator. Nuk ka të pabes dhe të pabes. Nuk ekziston kjo gjë në futboll, sepse kam thënë një gjë tjetër. Nëse ky zgjodhi të luajë me Shqipërinë, po Jasir Hasani është tradhtar që nuk luajti me Maqedoninë? Po Berat Xhimshiti që luajti me Serbinë është tradhtar? Sa i është për fatin e keq ti dhe Tonin më shumë se ti. Presheva është në Serbi. E si do të lundë me Serbinë? To janë budalliqe. To janë vërtet budalliqe. To janë të justifikosh pa aftësinë tënde duke sharë një djalë të ri dhe shumë talentuar me cilin mas një 2-3 vjetësh Bovaki do bëhemi krenar gjithse mund të shkojnë në Liverpool për shembull. Edhe o sa i miq ai dalin fotografi, ai që tha që ky është tradhtar. Të budalliqe. Shqipëria dhe Kosova janë një, mos ta harrojmë kurrë. Nuk ekziston kush do të bëjë një ndarje, është një person ose nostalgjik me Serbinë, ose i paguar nga dikush që do t'i ndajë shqiptar. Megjithatë, Shako, unë jam për një kombëtar, po përderisa zyrtarisht i kena një Kosovë. Po do bëhemi shpejt, do bëhemi shpejt bashkë. Bashkë do bëhemi, po shpejt. Kjo është deklaratë bombastike. Po jo më shpejt do bëhemi, të gjithë mendojnë të gjë, vetëm unë. Kur jemi në këtë temë, Shako, kam një pyetje, në fakt disa pyetje shumë interesante për këtë temë që kisha pasur që po përgjigj. Sadik Zenoni pyet, a është sipas jush në rregull si po vepron FSHF karshi FFK duke ja grabit talentat? Nëse jo, nëse s'është kjo, çfarë zgjidhje do propozoje që të jenë fair play me njëra tjetrën të dy federatat? Ore fair play, futbolli luhet me 11 njerëz, o burr. Po, në kuptimin që me 11 veta luhet. Kosova është pranuar që 9 vite, Shqipëria ka shumë kohë. A si çdosh ndoshta shmia minimum më shumë Kosovës? Po si mendon ti, si kanë ndihmuar këtu? Po, në kuptimin e futbollistave. Po sigurisht që kanë ndihmuar. Futbollista kanë dalë që kanë ndruan kuptimin, se kanë. Po ka zgjedhje atyre, më burr, kuptoni që zgjedhje aty, po pse me zor do të marrë një. Federata s'ka çfarë për këtu. Po sigurisht më që duhet të ketë dhe federata duhet të kenë një marrëveshje me njëra tjetër. Po marrëveshje, jo që ti vjen kufi futbollistëve, burr. Marrëveshje që krijojnë raporte sa më të mira me njëri tjetrin. Mbase marrëveshje që nëse një futbollist e nis temi karrierën U15, 17, 19, me një përfaqësuese, këtë rast me Kosovën, mos më marr Shqipëria. Po tani fakti që vetëm vendosa në fillim po. Po të shpjegoj një gjë. Fakti që ndodh vetëm që vinë nga Kosova te Shqipëria. Dhe asnjëherë nga Shqipëria te Kosova. Mos valle ka fajin Federata Kosovës. Në fakt ka ndodhur. E kena Raman dhe Rashicën që 2016 nga Shqipëria te Kosova. Ora një nga Elbasani. Nuk e merr kombëtare A, e Shqipërisë ta marrë. Pse s'ka parë kurrë? Asi si e shpjegon? Po një herë provoj një herë, provoj më. Nëse ka qenë diskutim, sa ka qenë debat. Se pranon kurrë. Dhe subo. Po pse se pranon? Po tani, pse Korenica, si janë sjell me Korenicën? Sjell mirë me Korenicën? Ai që talenti më i madh i Kosovës. Po, a luajti një herë? Ka luajtur kundër Zvicrës në shtator 2023 dhe mos ka pas ftesë në kualifikimin ndërtar, por tash po presin tash. Ore, po priti një 6 vjet që ta merrin pra dëgjë. Po, nga deri në moshën 25 vjet fakt ka. Po pse? Që si kam dëgjoj, unë nuk shoh asnjë dëm që njëri tiki nga Kosova te Shqipëria, nga Shqipëria te Kosova, po nuk ka si dëm, po asnjë dëm nuk ka. Nuk mendojnë që kanë një gjë të keqe kjo gjë. Kjo gjë është e mirë. Kjo pastaj ti fol me tifozlik, që një futbollist nuk luan me ekipin e Drenicës, po shkon me luan me skuadrën e Skënderajt. Edhe ai ta shajmë. Po kur thet prapa ai ta mburrim? Jo, këto epitete dhunëm kundër. Pyetja tjetër është si është mundur që FSHF në këtë rast Shqipëria, themi më shumë, nuk prodhon talenta te grup moshat e reja. Domethënë kuptimin që infrastruktura themi që është më e mirë se e Kosovës, nuk është e vërtetë. Nuk ka ndodhur. Si fillim nuk është e vërtetë që është. Labinot Peselica. Okej, respekt zonit Labinot. Un kam qenë me shkollë të veçare që kishte me konferencë Labinotit, kështu që po të themi që këtu që shihni këtu është kompleksi më i mirë që ekziston në Shqipëri. Gjithë Shqipërinë. Nuk ka Shqipëria një kompleks më të mirë se ky. Te këtë ka ndërtuar një privat. Vizioni i Federatës Shqiptare të Futbollit është shumë i gabuar.
është drejt skuadrave profesioniste, skuadrave A, dhe asnjëherë nuk i ka vëmendjen te fëmijët. Në asnjë qytet të Shqipërisë, në asnjë vend. Shqipëria është një vend ku nuk ekziston asnjë ambient sportiv, shtetëror, privat apo i kujtdo, që një fëmijë mund të marrë një top dhe të luajë pa paguar para. Që është bë pura për zhvillimin. Jo, që mund të marrë një top dhe të shkojë të luajë pa para. Duhet të paguaj kudo që të luajë në Shqipëri, paguhen rreth 300 apo 400 mijë apo 500 mijë, nuk e di sakt shifrën, një shifër shumë e lartë, parash qera për të luajtur fëmijët në muj. Kështu që kjo gjëja të frenon të sjellë ky minusi shumë i madh që pse s'ka talente. Një nga motivet kryesore është që Kosovë njerëzit e shohin pak më si biznes futbollin tek ekipet e moshës. Prindrit interesohen, se kanë pasur suksesin e dikujt dhe marrin shumë seriozisht. Por kushtojnë ndoshta pak më shumë. Po pak edhe geni që janë më sportistë. Tani edhe këngëtar kanë çik më shumë në Kosovë, çfarë themun tani? Po pra vestin te kjo temë, Miftar Sahiti pyet, a ka qenë gabim organizimi i Europianit Shqipëri-Serbi për moshët e reja? Si është një si komentator? Unë kam thënë gjithani, unë s'jam komentator më. Themi si ish, okay. Organizimin e Evropianit të Turpit, kështu e quhen, se është Evropiani i Turpit, është realisht një gjë shumë e turpshme, e pandershme, e pa justifikueshme. Është një gjë që koha do ta tregojë që ka qenë një gafë shumë e rëndë. Shqipëria nuk ka asnjë motiv që të bëhet patriotike e Serbisë. Dhe përveç asaj që të gjithë mund të kenë, ndoshta në Kosovë apo diku tjetër, ato fjalitë shpeshta që thonë gjithë që ne kemi qenë luftë me ta, na kanë vrarë, në fund fare luftën pavarësisht respektit gjithë atyre që derdhën gjak për ta bërë këtë luftë, por në fund fare luftën kemi fituar ne dhe Kosova i ka takon atij që i meriton, që është Shqipëria. Kështu që ne jemi bashkë, jemi të lirë, serbët të rinë atje ke gardi vet, ke kafazi vet. Po, ajo që do të themun është që është e padrejtë me bëj një event sportiv me një federatë që është e paaftë për të bërë gjëra të tilla. Është federata më e dënuar në Evropë, që do të thotë që me një federatë si serbët, që nuk bëjnë dot asnjë miqësore me asnjë komshi, kurrë s'bëjnë dot një miqësore. Asnjë zgjedhje zyrtare nuk munden dot të mbrin që të marrin një tifozëri të huaj, udhëtuese, Bosnjën, Kroacinë, nuk i shkon dot asnjë shtëpi, se si kanë ndodhur. Kjo është pyetje direkte tash nga unë. A ka më përjetuar njëjtë tash ndeshja Shqipëri-Serbi dhe Serbi-Shqipëri? Po. Nga tifozët, nga Padyshim që po, padyshim. Po tani njerëz po të shkosh tani po të qesh serbët tek në Evropë, ngjajnë çuna turp, edhe të komunikueshëm. Pastaj kur shkojnë atje ke stadiumi, duket sikur i fusin me një kafaz të kofshit zoologjik, edhe bëjnë kafsh gjithë me njëherë. Po thotë që është imponuar nga Federata e Futbollit të Serbisë, nga shteti. Jo, kush? Ata pasan shumë rrezinë veç në stadium, Serbia, ka pas tifozë. Po stadium ato bëjnë kafshë, por se në një rrugë kur e shikon atë, ai normal është, po çështja është se kur futet në stadium, unë jam shastis kur një s'kam pa një gjë të tillë, siç kam pa në neshën e Beogradit. Asnjëherë. Edhe e kanë jo vetëm ne, e kanë me gjithë dynjan, me gjithë botën. Nuk është se e kanë vetëm ne. Ata, ore po pse slovenët kur luajnë Serbi Sloveni, ka tifoz sloven? Nuk ka. Serbi Bosnjë, ka tifoz bosnjak? Jo. Po pse s'ka asnjë? Po anglez, Federata Angleze rekomandon. Ju lutem mos utoni në Beograd për ndeshjen sepse është gjithmonë problematike. Se këta njerëzit nuk jetojnë me të tjerë burr, janë një racë që duhet jetojnë vetëm. Ende mojna për nacionalizmin. Po jam ai nacionalizëm idiot, se s'ka qenë nacionalizëm Kanada, nacionalizëm kot, një që ka nacionalizëm, respekton vendin e vet duke respektuar edhe atij që vjen në shtëpi mikut. Tani këta burrat nuk e njohin konceptin, nuk jetojnë dot me të tjerë. Këto kanë pyetjet e Shako Hoxhës, përgjigjet e Shako Hoxhës për pyetjet më interesante, kryesisht për temën Kosovë, Shqipëri po dhe Serbi. Shako tash e kena një farë temi sfide me disa futbollista legjendar, po edhe aktual. Kë e zgjedh Shako. Do thonë janë goxha figura që besoj që edhe i ke pa gjatë karrierës, po edhe i njeh kështu. Kështu që shkojmë tutje Zidane, Ronaldinho për ty. Zidane. Pele, Maradona. Maldini, Beckenbauer. Maldini, gjithë. Maldini. Topi i art s'ka lidhje, Kupa Botës s'ka lidhje. Po jo, më çmë. Paolo Maldini është ndoshta mbrojtësi më i mirë të gjitha kohëve. Pajto. Ronaldo fenomeni, Thierry Henry. Ronaldo. Edhe Thierry Henry thot Ronaldo. Po, e vërtet. Xavi, Luka Modric, dy maestrot e 15 viteve të. Luka Modric pse është Ballkanës, se Xavi është. Edhe pyetja më e famshme në botë që pa kush i ka shmang Messi, Ronaldo. Dgjoj, të caktosh tani ti se kush është më i mirë, Messi apo Ronaldo, është e pamundur, sepse ata kanë fituar të dy trofe pafund, janë futbollistët më të mirë të gjitha kohërave të dy bashkë. Askush si afrohet aty, as. Tash që fol për më të mirë.
Ma jep një pesë listës tonë. Nuk këta të dy janë më të mirët. Messi apo Ronaldo pari? Kjo është e pamundur për ta përcaktuar. Pse për ta përcaktuar? Sepse Messi dhe Ronaldo kanë fituar pak a shumë të njëjta trofe me njëri tjetrin. Vazhdojnë të luajnë dhe janë njerëzit që botërori s'luan rol po thu? Botërori sigurisht luan rol, po Messi fitoi botrorin duke luajtur me Argjentinën. Edhe gjithsesi Cristiano Ronaldo ka fituar Evropianin me Portugalinë. Jo me një skuadër shumë të madhe, dhe ka fituar në Paris përballë Francës, që doli kampion bote mas 2 vjetësh. Do të thënë që nuk është se ka bë pak dhe ai. Po ajo që do të them është që Ronaldo erdhi si perfeksioni i qenies njerëzore për sa i përket punës, njeriu që ka luftuar dhe ka luftuar me forcat e natyrës për të bërë punë të fortë për të bërë futbollist dhe vazhdon të bëjë të njëjtën gjë. Ndërsa Messi ishte, siç e kam thënë dhe me një koment që ishte edhe ke stadiumi i Barcelonës me ndeshje e Rome, cilën ndeshje që te Messi janë kryqëzuar forcat e natyrës në mënyrë perfekte, sa ka krijuar një super yll dhe një super talent. Po Messi gjithsesi ngjelet talenti i lindur dhe talenti i krijuar nga puna. Artikulim tepër perfekt, po veç për Messin e ke thonë, lutem ngriu një këmbë, për Ronaldon s'ke thonë. Jo se kam thonë, sepse kundër Bilbaos 2015. Për këtë po thoj atë ka qenë edhe tek stadiumi i Barcelonës për shumë vite. Tek pjesa aty kanë një pjesë e lartë ke tribuna e komentatorëve që kanë disa komente të ndryshme, edhe një nga këto. Po është edhe në YouTube është e përkthyer me spanjisht, kështu që e kanë përkthyer edhe spanjisht. Se ka qenë një nga komentet me më shumë fjalë. Po ta vesh re komenti i ndeshjeve kur komentohen golat. Diferenca mes një komentator apo një tjetër bëhet në numrin e fjalëve që përdoren brenda një komenti. Po nëse një komentator bëhet i gol e thot gol gjithkohës, nuk ka diçka që mbahet. Jo, po sigurisht që mund të marrë mend. Puna është se do marrë mend se ka bërtit fort, po jo se ka thonë gjë më mirë. Ka thonë diçka të bukur, patjetër. Kjo mbetet ndoshta rreshti më ikonik për mua të paktën, po edhe për bar shikust. I kena disa lojtar aktual shako që janë themin konkurrencë kok me kok. Mbappe, Haaland. Të dy futbollistë PlayStation më duket, nuk kam një mendim. Haaland duket si Ivan Drago te filmi me Sylvester Stallone, që duket kështu sikur e fusin fush, e shkrin del nga fusha e ngrin. Kurse Mbappé është një djalë, një talent i madh sigurisht, po që nuk dëgjoj, do të kaloj ca vite që sado futbollisti mirë do të harrojmë mirë Ronaldon me Messin, që duhen ja 5 vjet, ne s'do ta harrojmë dot, do të vi brez tjetër, që themi ne që ka futbollistë mirë, se Ronaldo dhe Messi ishin aq shumë të mirë, se çdo njeri që do vi mbrapa, sa shumë vite duhet që të kemi një mendim. Vinicius Rafinha. Vinicius ka qenë kandidat për toptar, Rafinha po flitet tash kandidat për toptar. Momentalisht pëlqen më shumë Rafinha, më thon drejt, po, pëlqen më shumë, po. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, dyshi Argjentinës, që azuri vendin pak botror. Pa dyshim Lautaro Martinez. Pa dyshim, është lider, është sulmues, është lider. Okej. Shkojmë në mbrojtje, Van Dijk, Saliba. Dyshja themi me famshëm anglez. Van Dijk më pëlqen më shumë. Van Dijk. Edhe Thibaut Courtois, Alisson Becker. Po unë nga që jam qenë vetë portier që s'disha me lujt, që portieri s'e nevesa, ne? Portieri do t'ja heqim që nga memoria Buffonit, se tani duhen edhe ca vjet me heq Buffonin nga memoria. Ashtu si Ronaldo me Messin, duhet na ca kohë që të kemi edhe këto Alisson. Këto janë ca portierë sidomos Premier League, që kanë ca bum, ca shpërtimi ja 3 vjet. Pastaj De Gea për shembull zbulova që lutem me Fiorentinën, nuk e dija që kishte shkuar ke Fiorentina. Do të them që kanë ca kështu bum të mëdha 3-4 vjet futi më ky ylli më i madh në botë edhe pastaj shuan, kështu që topi art 2025 për shakun. Kemi Salah, kemi Vinicius Rafinha, mbas edhe Yamal, kush është për ti topi art? Apo herët? Topi art do besoj që do dalë nga trofeu, dhe trofeu është Champions League dhe Salah do të kisha shumë qejf ta fitonte Salah, se më pëlqen jashtëzakonisht shumë si futbollist, si personazh në kompleks, është një nga ato yjet që respekton adheun e tij, është shumë i lidhur me adheun e tij, ka luajtur në nivele shumë të larta, po prapë është ai aty, është ai djaloshi i fshatit të vogël që ka ardhur me lut në këto skuadrat e mëdha dhe mban Ramazan që është modest. Edhe super modest dhe kudo që ka qenë ka lënë dashuri. Dhe unë do shpresoj shumë që ta fitonte Salah, po me sa shoh kjo Champions League do jetë vendimtar dhe nëse fiton Champions League në Real Madridit që se unë nuk kuptoj nga futbolli sa Arlin Sadiku që thotë që ta fitojë Liverpooli. Unë jam aq ekspert futbolli që sa i di këto gjëra, që i di shumë mirë këto gjëra që fiton Liverpooli. Por nëse fiton ajo, besoj që Mbappé me pompimin e sponsorëve e të qenit i kombëtarës Francës, Adidasin mos gaboj e mbështet. Kështu që janë një sër faktorë që e mbështesin që të fitoj ai. Kështu që edhe Afrikën ato francezët e kanë gjithë votat e Afrikës i kanë vetë, kështu që nuk shoh që t'ja ta humbasi.
Këto ishin përgjigjet e Shakos. Shako, faleminderit shumë për kohën. Po, mbani frymën miq, ta shohim sa din Shako me top. Okej. Çfarë punë na dhuru Shako diçka? Se di, më bie ti top je. Shohim.